Pozita shqiptarëve në Luginë të Preshevës është një pozitë vërtet e rënduar dhe gjërat janë duke shkuar, duke u rënduar dhe shqiptarët janë duke ngritur zërin në shumë vende, në shumë mënyra, sepse diskriminimi është tejet i skajshëm ku po prek normat e të drejtave të njerëzit, të cilët edhe vetë është nënshkruese në konventat ndërkombëtare edhe vetë Serbia, po ajo po i shkel me gjithë vedije dhe me gjithë mundësitë e veta dhe po mundohet të bëj realisht një spastrim etnik. Po realisht mund të themi në të gjitha fushat jemi të diskriminuar. Nuk po e themi vetëm ne, po e thënë në raportet ndërkombëtare ku e paraqesin çështjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës si një çështje të rëndësishme, sepse diskriminimi është në arsim, në kulturë, në gjuhë, në simbole dhe në avancimin e shqiptarëve në të cilin jetojmë. Sipas statistikave të vetë Serbisë, mbi 75% e popullatës janë të papunë. Gjendja dhe gjithashtu edhe sipas statistikave, rroga minimale është më e vogël në gjithë Serbinë është në Preshevë. Pastaj vjen Bujanoca dhe gjithashtu edhe Medvegjja, të cilët pra janë fakte kryesore, janë fakte të vetë shtetit serb se ne diskriminohemi edhe në pagën minimale. Mos flasim për ato mesatare dhe të tjerët. Shqiptarët, shporta e shqiptarit është shumë e varfër. Dhe kjo është gjendje që shkon duke rënduar çështjen e mbijetesës në Luginë të Preshevës dhe Sanxhak. Realisht, po t'i marrim këtu, ne kemi të problem të nxjerrim statistikat reale të cilat janë duke ndodhur. Ne mundohemi nëpër kanale, nëpër mënyra tjera të gjejmë mekanizëm që të nxjerrim, po kemi shumë të vështirë, sepse policia nuk jep raport, ministria nuk jep raport, komplet shteti nuk japin raport se çka është duke ndodhur. Ato mundohen t'i fshehin, jo që vetëm para nesh, po para ndërkombëtarëve mundohen t'i fshehin ato të cilët që është duke ndodhur pasivizimi. Dhe mund të them që është një pasivizim i heshtur, si e kemi thënë edhe më herët, por kjo është duke shkuar në vazhdimsi, duke u munduar që sa më shumë ta shpopullojnë në mënyrë të heshtur popullsinë. Dhe këtë çështje të pasivizimit po e shohim edhe në raportet ndërkombëtare, ku raportet ndërkombëtare e dënojnë këtë. Dhe shihet qartë dhe nuk ka ku të shkojë. Por ajo që po na brengos është se ende është duke përkthyer Serbinë. Ndërkombëtarët janë duke përkthyer Serbinë që duhet të ndrojë qasja, po besoj që jemi në një fazë ku po fillon një shekull shqiptarëve, po fillon një epokë ku do të ndryshojnë rrethonat politike dhe janë në të mirë, apo më mirë të them në të drejtën elementare të cilët i takon këtij populli. Shkollat të cilat janë shqiptarët janë në gjendje të mjerueshme. Po ta shohim shkollat shqipe dhe shkollat serbe, vetëm në Bujanoz dhe Preshevë, shkollat serbe janë të luzuar, janë të rregulluar ashtu në mënyrë sa më moderne evropiane, ndërsa shkolla shqipe janë shkolla të mjerueshme. E kemi shkollën profesor Ibrahim Kelmendi në Preshevë, e cila është ndër shkollat e dyta më e madhe në Serbi, ajo është në gjendje të mjerueshme dhe nuk ngjason fare me shkollë. Ndërsa ende nxënësit e shkollës, po të kësaj shkolle apo shkollave tjera, se i kanë një situatë të njëjtë, mësojnë në podrumet e atyre institucioneve sepse janë në gjendje të mjerueshme. Shteti nuk merr asnjë hap konkret për zgjidhjen apo për rregullimin e shkollave në mënyra më moderne. Me anë të këtij fondi kemi zbutur si papunësinë, si mënyra tjera, si në pjesë organizative kur organizatat ku kemi dikund në vitin 22 mbi 500 vetë punësuar rreth projekte, të cilët kanë qenë projekte prej 6 muaj deri në 1 vjet, po ashtu edhe në faza tjera kemi përkrahur studentët, ku në këtë vit, në vitin 2025 kemi afër 900 studentë, të cilat i kanë zbutur dhe kanë zbutur çështjen familjare, dhe pastaj kemi prekur edhe fëmijët të cilët janë pa një prind. Jemi tani në proces të projekteve, të përfundimit të projekteve, ku kemi prekur kulturën, informimin, gjuhën, simbolen dhe sportin, të cilët është duke zhvilluar. Po ashtu edhe gjatë vitin 2025 kemi prekur edhe disa fëmijë me nevoja të veçanta, dhe po ashtu tani ata kanë përfunduar projektin dhe ka dalë në mënyrë shumë të mirë dhe presin që tash të përfundojë edhe fillimin e projektit për personat me aftësi të veçanta,
që është që dita ditës po rritet numri, fatkeqësisht po rritet numri dhe është një nevojë e veçantë.